Xhamia e Madhe e Tiranës pritet të nisë punimet brenda pak javësh, duke i dhënë kështu fund aludimeve se ajo është thjesht fasad për ndërtime të tjera brenda truallit të namazgjas. Kryetari i komunitetit musliman reagon për herë të parë për kundërshtitë e një grupi shoqatash ambientaliste që kanë përfunduar deri në dyert e gjykatës. Me një gjuhë të ashpër, Selim Muça deklaroi se pronari, në këtë rast komuniteti, mund të bëjë ç'të dojë me tokën që zotëron. Kemi nënshkruar edhe kontratën, protokollin me Dianetin e Turqisë dhe presim tash në çdo moment që ato të vinë bashkë me kompaninë ndërtuese. Është tokë private, është e jona. Dhe në tokën tonë ne mund të bëjmë ç'të duam. Qofse e kemi pyll, e ndryshojmë atë dhe bëjmë livat. Qofse e kemi livat, e bëjmë ndërtim. Ato s'kan pse të ndërhyjnë në këtë punë. Është një luftë e hapur që bëhet nga strukturat e veçanta në vendin tonë dhe jashtë vendit tonë, që bëhen fesë islame dhe sidomos ndërtimeve që bëhen feja islame. Këtë të mërkurë është zhvilluar edhe seanca e parë gjyqësore mbi padinë ambientalistëve që kërkojnë shfuqizim të vendimit të KRT-s për lejen e ndërtimit të xhamisë dhe qendrave tregtare. Gjyqi u shtyp për shkak të mungesës së ekspertëve të KRT-s, ndërsa paditësit kanë ngritur pretendime se në truallin e namazgjas do ngrihen jo 2, po 4 qendra tregtare. Janë 4 kulla biznesi të cilat ndërtohen ose si kamuflazh nëpërmjet xhamisë. Kreu i muslimanëve nuk ka mohuar ndërtimin e qendrave, por pa dhënë shumë detaje, ka sqaruar se ishte domosdoshmëri ngritja e tyre në këmbim të xhamisë. Ka pas një kombinim se nuk na jep një tokën, po të mos ishin ato si thush bashkë kërkues në lejen e ndërtimit. Xhamia e Madhe e Tiranës, si pamje, është konceptuar një ndërthurje mes traditës dhe modernes. Besimtarët musliman kanë 20 vjet që presin të bëhet realitet ky projekt, ndërsa në këtë moment ndërimi pushteti lëshojnë këtë apel për qeverinë Rama. Nuk besoj kurrë se do merret të na presë në lejen e xhamisë.